Është kënaqësi dhe përgjegjësi e veçantë për mua që në këtë konferencë ndërkombëtare t'ju prezantoj rezultatet e një studimi me titull Standardizimi juridik i drejtës vakëfnore. Studim i standardeve AIOF-i për adaptim nga Drejtoria e Vakëfve të Birkut në kuadër të mëdhëhebit Hanefi. Kuadri shpirtëror i vakëfit në planin e besimit, thelbi shpirtëror i Islamit është tauhidi, njëshmëria e Allahut. Në planin e veprimit është Muhameti, mëshira. Mëshira është i imanit. Një zemër e ftohtë ndaj mëshirës dhe bamirësisë nuk mund të quhet vërtet e gjallëruar me besim. Vepër dhe Fatihaja, surja e parë e Kuranit nisin me dy emrat hyjnor, Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, që shprehin mëshirën dhe mirëbërësinë e Allahut. Një nga shfaqjet më konkrete të kësaj mëshire është ndarja të mirave materiale, ajo që Kurani e quan infaq. Mbajtja e familjes hyn në këtë, zeqati, sadakaja dhe sidomos sadakaja rrjedhëse, që në traditën tonë merr formën institucionale të vakëfit. Allahu i Madhërisht thot: nuk do të arrini mirësinë të plot pa dhënë nga ajo që do të mira të qenë. Ky ajet vendos një parim të qartë. Shpërblimi është mirëpasja, si në botë ashtu edhe në ahiret. Vakëfi është mënyra më qëndrueshme për ta kthyer këtë parim në strukturë. Të nderuar të pranishëm. Vakëfi është dedikimi një aseti dhe dhurim i përfitimit të tij në dobi të kategorive të caktuara të përfituesve me synim afrimin tek Allahu, qurba. Ai shërben si mjet për të ndihmuar individin dhe komunitetin, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor. Qenë motor i arsimit, shëndetësisë, strehimit, ndihmës sociale, mbrojtjes së trashëgimisë në të gjitha shoqëritë muslime. Vakëfi përkufizohet si shurja e pronësisë së dhuruesit, vakifit, në pasurinë e dedikuar dhe ndalimi i saj në pronësinë e nënkuptuar të Allahut, në mënyrë që të ardhurat të përdoren për dobi të njerëzve. Kjo nënkupton 3 gjëra: përhershmëri, lidhje të qëllimit me interesin publik. Megjithatë, fiku Hanefi ka treguar gjithashtu fleksibilitet. Ka pranuar vakëfin monetar, si shembull, dhe studimet bashkëkohore tregojnë se edhe vakëfi i përkohshëm mund të jetë i qasshëm, për të mundësuar menaxhim më të qëndrueshëm të aseteve. Ky fleksibilitet tregon për natyrën e ijtihadit që ka e drejta vakëfnore dhe e bën traditën hanefite veçanërisht të përshtatshme për të ndërthurur me standardizimin global bashkëkohor. Konteksti i veçantë i Birkut dhe sfidat juridike. Bashkia Islame e Kosovës menaxhon një sasi të konsiderueshme pasurish vakëfnore. Në periudhën post-konflikt, pas luftës çlirimtare, kemi pa rritje të traditës së dhurimit vakëf, me rast domethënës të dhurimit të truallit për nevojat e komunitetit, xhamive, qendrave arsimore dhe sociale. Megjithatë, korniza shtetërore ligjore mbetet e paqartë. Ligji për lirinë fetare nuk e qartëson në mënyrë të plotë statusin juridik të bashkësisë fetare. 2. Kjo sjell pasiguri mbi të drejtën pronësore të vakëfit dhe e bën atë të cenueshëm në një mjedis post-socialist juridikisht të brisht, pasi që pasuria vakëf duhet të njihet si entitet i veçantë, me emër. Si rrjedhoj, Birk ka nevojë për një kornizë të brendshme rregullatore të standardizuar, të bazuar në standarde të njohura ndërkombëtarisht, që rrisin transparencën, garantojnë llogaridhënien, mbrojnë asetet vakëfnore dhe rrisin besimin e donatorëve dhe publikut. Këtu hyn në lojë AIOF-i
dhe projekti i saj për standardet e vakëfit. Organizata e kontabilitetit dhe auditimit për institucionet financiare islame ka zhvilluar 3 shtylla kryesore standardesh për vakëfin. Vakëfin shariatik me numër 60, vakëfin e qeverisjes me numër 13 dhe auditimin me numër 37. Këto standard tashmë janë adoptuar si referencë regulatore në disa jurisdiksione, nga lindja e mesme deri te vende me traditë hanefite dhe shërbejnë si instrument harmonizimi, mjet për të rritur besimin, mekanizëm për të maksimizuar kthimin nga asetet në përputhje me shariatin. Qëllimi i studimit tim është pikërisht ballafaqimi i fikut hanefi me këto standarde dhe shndrimi i tyre në një udhërrëfyes konkret regulator për drejtorinë e vakëfeve të birkut. Le të përmend shkurt 3 nyje kritike të krahasimit. E para, personi juridik i vakëfit. Tradita hanefite flet për pronësi tek Allahu, ose pa pronar specifik. Standardi 60 koncepton vakëfin si entitet juridik autonom, që përshtatet edhe me traditën tonë në Bashkinë Islame të Kosovës. Me përgjegjësi financiare të veçuar, prandaj edhe zgjidhja që propozojmë është që doktrina e pronësisë për Allahun ruhet si bazë teologjike, ndërsa në plan funksional për kontraktim, raportim, auditim, vakëfi trajtohet si person juridik funksional. Çështja e dytë, borxhi dhe pengu i aseteve të vakëfit. Fiku klasik për të ruajtur përhershmërinë e ka parë me dyshim pengun, kurse standardi 60 i vakfit bën dallimin. Asetet nuk mund të bëhen peng për shitje, por për vakëf e investuese. Lejohet marrja e borxhit dhe përdorimi i pengut, kur kjo i shërben zhvillimit dhe është e përballueshme nga të ardhurat. Pra hapet dera për financim të mençur të projekte vakëfnore. Pika e tretë është istibdalja apo shkëmbimi. Hanefit lejojnë istibdaljen në rast domosdoshmërie ose interesi të qartë. Standardi 60 zgjon në kontekstin e keshit apo të vakëfit monetar, që është i pranueshëm të fiku i mëvonshëm hanefi, dhe investimeve, duke theksuar se thelbi i vakëfit në këtë rast është kapitali monetar, jo me domos prona e veçantë. Kjo i hap rrugë një vakëfi dinamik, që nuk është i lidhur pasivisht pas një aseti, por pas qëllimit dhe dobisë. Të nderuar pjesëmarrës. Dobësia kronike në shumë vakëfe sot nuk është mungesa e njëjtit mirë, por mungesa e praktikave të mira në mirëqeverisje dhe transparencë. Standardi 13 për mirëqeverisje kërkon ndërtimin një arkitekture të qartë qeverisë, me borde mbikëqyrëse të vakëfit, terma referencash të detajuar, kontrollet të brendshme, politika investimi, raportim ndaj komunitetit. Gjithashtu standardi 37 për auditim të vakfit kërkon ndarjen e qartë të fondeve. Fondet e vakëfit ndahen qartë nga fondet tjera të institucionit. Bilancët e vakëfit raportohen veçmas, raportet financiare publikohen dhe auditohen në mënyrë të pavarur. Për birkun, kjo nënkupton që drejtoria e vakëfeve të kalojë nga një strukturë tradicionale administrimi në një drejtori të qeverisur sipas standardeve ndërkombëtare islame, ku amaneti, drejtësia shoqërore dhe transparenca janë procedura konkrete. Studimi im përfundon me një propozim konkret. Draftimin e një rregullore të detajuar të vakëfeve për birkun, e cila harmonizon përkufizimin hanefi me konceptin modern të personit juridik, përcakton rregullat të qarta për investimin, pengun, borxhin dhe istibdaljen e frymën e standardit të vakëfit numër 60, krijon një drejtori mbikëqyrëse të vakëfit dhe mekanizma të kontrollit të brendshëm në frymën e standardit 13, miraton parimet e auditimit sipas standardit 37
për kontabilitet dhe raportim të veçantë të fondeve të vakëfit. Bazohet në parimet të hajjur për zgjedh mendimet dhe praktikat më të mira dhe maslahatit apo istihsanit, interesit publik, duke përzgjedhur mendimet më të forta dhe standardet bashkëkohore në shërbim të interesit të lartë publik të vakëfit. Mesazhi përfundimtar, të nderuar miq, standardizimi juridik të drejtësisë vakëfnore nuk është luks teorik për mendimin tim. Për vende si Kosova, Shqipëria dhe në përgjithësi për shoqëritë tona post-socialiste, për më tepër ai është mburojë juridike për vakëfin, garanci për komunitetin, parakush për zhvillim socioekonomik të qëndrueshëm, dhe nëse ne arrim të bëjmë këtë, të ndërthuajmë urtësinë e mëdhëpit Hanefi me standardet e AIOF-it dhe me praktikat më të mira shtetërore në vendet muslimane, duke kurnizuar të gjitha këto me qëllimet e shariatit për vakëfin, atëherë vakëfin e hapësirën tonë mund të dalë nga margjina dhe të kthehet në atë që ka qenë dikur. Motori i zhvillimit, shtyllë e solidaritetit dhe pasqyrë mëshirës së Allahut në mesin e shoqërisë. Allahu i bekoft të gjitha ata që japin, që administrojnë me emanet dhe që reformojnë me sinqeritet. Allahut i pëlqen që kur robi bën një vepër, ta bëj atë me përpikëri. Ju falenderoj për vëmendjen dhe më falni për zgjatjen.